Labi përfshihet në një debat shumë të fortë dhe të zgjatur me Elionën, një përplasje që shokoi shtëpinë dhe ngriti tensionin në maksimum. Gjithçka nis nga një diskutim i zakonshëm, por shumë shpejt situata del jashtë kontrollit dhe kthehet në një përballje të ashpër, me tone të larta dhe akuza të rënda që tronditin të gjithë banorët përreth. Labi shfaqet jashtëzakonisht i acaruar dhe flet pa u përmbajtur, duke e sulmuar Elionën drejt për drejt. Ai pretendon se ajo, sipas tij, është paguar dhe se gjithçka që bën është e lidhur me interesin dhe jo me ndjenjat apo sinqeritetin. Labi vazhdon duke thënë se Eliona ka shkuar me shumë njerëz që kanë para, duke e portretizuar atë si dikë që përdor të tjerët për përfitime personale. Fjalët e tij janë të rënda dhe të pamëshirshme, duke e vënë Elionën në një pozitë shumë të vështirë përballë gjithë shtëpisë. Ai nuk ndalet me kaq, por vazhdon të akuzojë se nuk ka turp dhe se sjellja e saj, sipas tij, është e ulët dhe e papranueshme. Labi flet me një ton përçmues, duke u përpjekur ta ulë figurën e Elionës dhe ta nxjerrë keq para publikut dhe banorëve. Çdo fjalë e tij shton më shumë zjarr në debat, ndërsa atmosfera bëhet gjithnjë më e rëndë. Eliona reagon e prekur dhe e revoltuar nga këto akuza. Ajo ndihet e poshtëruar dhe e sulmuar padrejtësisht, ndërsa përpiqet të mbrohet përballë fjalëve që e godasin fort emocionalisht. Situata tensionohet edhe më shumë, pasi zërat ngrihen dhe debati merr për masa të frikshme. Banorët e tjerë afrohen, disa për të ndarë palët, të tjerë për të kuptuar se çfarë po ndodh, por askush nuk arrin ta qetësojë menjëherë situatën. Për disa minuta, shtëpia mbushet me nervozizëm, heshtje të tensionuar dhe reagime të forta. Debati mes Labit dhe Elionës lë pas një ndarje të thellë mes tyre dhe krijon një klim shumë të rëndë në lojë. Kjo përplasje nuk shihet thjesht si një debat i zakonshëm, por si një nga momentet më të ashpra dhe më tronditëse, që pritet të ketë pasoja të forta në vazhdim të qëndrimit të